presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, bashkë me ministrin e brendshëm të Serbisë Ivica Dačić, e përkrah tyre edhe i dënuari për krimin lufte Vojislav Šešelj, si edhe ekstremisti i pro-rus Misha Vačić, e të dënuar të tjerë në një program festiv në një media ruse, nuk u kursyen nga këngë shoviniste e gjuhë e urrejtjes ndaj shqiptarëve, veç gjuhës së urrejtjes ndaj shqiptarëve aty u interpretuan edhe këngë shoviniste ndaj bosnjakëve dhe komuniteteve të tjera, ndërsa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u shfaq në televizionin Informer në një intervistë pothuajse 3 orëshe, e paraqitur si hyrje e programit festiv, të cilën opozita e cilëson si shembull të reality politikës dhe diplomatësisë së improvizuar, përmbajtja që pasoi në këtë media pranë pushtetit u shndërrua në një demonstrim të hapur në të nacionalizmit ekstrem, shovinizmit dhe gjuhës së urrejtjes. Programi ashtu quajtur festiv i Krishtlindjeve, i transmetuar pas një distancë kritike në televizionin Informer, i afërt me presidentin Vučić, u zhvillua në një atmosferë që thyeu drejt për drejt ndjenjat e popujve të tjerë dhe qytetarëve që nuk i përkasin besimit ortodoks, ndërsa në studio ishin të pranishëm zyrtarë të lartë të qeverisë së Serbisë. Gjatë programit disa orësh u transmetuan këngë shoviniste të mbushura me gjuhë urrejtje dhe mesazhe përçarëse. Në tavolinën e studios, për krah të dënuarit për krimin lufte Vojislav Šešelj, këngëtarit Dragan Ahanin, i dënuar me 11 vjet burg për vrasje, si dhe ekstremistit pro-rus të djathtë Misha Vačić, ulën edhe përfaqësuesit më të lartë të pushtetit ekzekutiv. Mes tyre ishin kryetari i qeverisë Ivica Dačić, disa ministra, ndërta edhe ministri i drejtësisë si dhe kryetaria e Kuvendit të Serbisë, Ana Brnabić. Zyrtarët shtetëror morën pjesë në një program ku krahas ushqimit dhe pijeve u interpretuan këngë thyese dhe nxitse, përfshirë vargje që promovojnë pretendimet të ashtu quajtura serbomëdha dhe që drejtohen kundër bosnjakëve, shqiptarëve dhe komuniteteve të tjera jo serbe. Në këtë mënyrë, në program ishin të pranishëm element të glorifikimit të trashëgimisë së luftës, gjuhës së urrejtjes dhe propagandës së pushtetit personal, duke e shndërruar një fest fetare në një platformë të hapur për radikalizëm politik dhe përçarje shoqërore. Një pjesë e opinionit publik në Serbi e ka vlerësuar këtë përmbajtje si të papranueshme, ndërsa praninë e ministrave dhe funksionarëve të lartë shtetëror në një program të tillë e ka konsideruar skandaloz, po ashtu edhe ngritur pyetja nëse prokuroria publike do ta vlerësojë këtë rast si vepër penale të nxitjes së urrejtjes ndëretnike dhe fetare. Ndryshe, kriminalët e luftës dhe ekstremistë të ndryshëm në Serbi shpesh marrin pjesë në programe televizive të mediave pro-qeveritare pas një pasojë politike dhe ligjore.